Kryeministri Edi Rama ka dalë të hëna në mbrëmje në konferencën e përbashkët për shtyp me Radosław Sikorski, ministër i punëve të jashtme të Polonisë, e cila mban presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian, dhe Marta Kos, komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Rama tha se Shqipëria do të vijojë rrugën për të futur në Bashkimin Evropian. Are looking forward to make sure po presim me padurim që të sigurohemi së bashku që brenda 2027-s të gjithë grup kapituit jo vetëm të jenë çelur, por edhe të jenë mbyllur. Është vërtet super ambicioze, por jemi këtu sot për të rikonfirmuar vullnetin ton të fortë, vendosmërinë tonë dhe pasionin ton të plot për të arritur këtë objektiv. Jam i sigurt që të dy miqtë mi të dashur në të majtën time dhe shumë prej jush këtu e kanë dëgjuar këtë më parë, por ja vlen ta përsëris. Për Shqipërinë, antarësimi në BE është shumë më tepër se sa një ambicie politike apo ekonomike. Është një zgjedhje ekzistenciale jete. Nga një vend kur nuk jemi lejuar të zgjedhim për shekuj e breza të tërë tek një ardhmje të cilën gjithmonë kemi dashur ta kemi. Marta Kos u shpreh se Shqipëria është histori suksesi e procesit ton të zgjerimit dhe sot kemi hedhur një tjetër hap në zgjerim. E ardhmja e Shqipërisë është padyshim në Bashkimin Evropian dhe jemi pranë kësaj arritje. Shqipëria është vërtet një histori suksesi e procesit ton të zgjerimit dhe sot kemi hedhur një tjetër hap drejt antarësimit të Shqipërisë në BE. Por zgjerimi për mua është më shumë se sa t'i shtosh BE-s një vend. Ai ka të bëjë me Bashkimin e Europës. Radek and myself are so-called generation 2004. Jemi brezi i 2004-s, të është quajtur brezi 2004-s, kështu që mund të themi në vetë të parë se cilat janë përfitimet e vendeve tona, vendi yt është më i madh se imi, por se çfarë kanë përfituar vendet tona nga antarësimi në BE, dhe në fakt është diçka e bukur për të parë. Spari sepse ne vetë mund ta shpjegojmë se si ishte kur aplikuam dhe se si është 20 vjet më vonë.